Mirdita, sot po bëj një bukë me ara dhe me miell të shere. Të sherën e kam kaluar në blender dhe e kam coptuar. Hedh në një tas. Të sherën dhe e hap. Këtu i hedh 2 lugë sheqer, lugë kafe. I hedh pak krip. Këtu kam 3 vezë. I hedh kos. Dhe i përzije bashkë. Vezët me kosin. E kam bërë dhe herë tjetër dhe më ka dalë shumë e mirë. Që nuk dele ëmbël? Jo, nuk dele ëmbël, bukë e zakonshme, po është me të sherë. Ja e pak nga pak. Nuk delon një bukë kush e di e madhe, se e bëj për herë, kur mbaron kjo, bëj tjetër. E shikoj pak për krip. Do krip. Kripa që nuk hidhet e mas, për kripa gjithmonë shikohet. Tashti hedh 3 lugë fara lule dielli. Jo të plota, kështu të rafsht lule dielli. I hedh arë të coptuara, në copa të mëdha. I hedh 4 lugë. Kjo është farlini. Farlini, ja? I hedhe 3 lugë farlini. Dhe punoj prapë. Furrin e kam të vënë, 180 gradë, të jetë i ngrofët, që ta fut për njerë në furrë. Nuk ka nevoj të punohet shumë, se nuk e jesh, vetëm sa e mbledh. Këtu kam dhallë, gjysmë botë e dhallë. Te dhalla hedhe një baking powder. E përzi,
dhe ja hedh. Dërë shkoj, kohë i edhe pak vaj. Shumë pak vaj. Tu kam një tepsi, është e vogël, nuk është shumë e madhe si tepsi. Po doni ta bëni me tepsi më të madhe, do shtoni dhe harxhet të gjitha më tepër. Furi si që thashe kam të ngrofët. E kthejt i gjithë harxhin këtu, në tepsi. Dhe një bukë shumë e mirë. Edhe e shëndetshme. I vë pak vaj për sipër. Për sipër i shtoj dhe cara. Ashtë e fut në furrë të sobës, se sa kohë do më hajë në sobë, do t'ua jap orën e saktë kur ta nxjerr. Mbas 45 minutave, 45 minuta plot, e shoh që është pjekë se shifet nga pjesa e sipërme dhe nga jashtë. Megjithatë, e provoj këtu në qendër me një shkop kështu. Del shumë i pastër shkopi dhe kështu që del se ka kulluar. Do mundohem të pres një copë. Meqenëse është e ngrofët, nuk pritet, po. Ajo hajde ftohtë. Ne, ja ta shohim tash është e ngrofët, a do të ftohet çdo gjë kur del nga furra, nuk e prit, po. Me gjithë ja ta shohim. Ja si e fini. Ka kulluar komplet, është shkrifur shife. Janë dhe arrat në mes, i ka dhe përsipër arrat janë ta dhe i jep shumë shije. Kjo është buka me thekër dhe me ara. Ju falenderoj për shikimin, ju uroj shëndet dhe një ditë mbarë.